Vitet e fundit, gjiri i Vlorës po shfaq specie dhe fenomene të pandodhura më parë. Për administratorin e qendrës së peshkimit në Orikum, të paktën gjatë dekadës së fundit, janë disa raste kur janë shfaqur specie që dalin të ngordhura në breg, apo që po konstatohen nga peshkatarët. Madje nuk kanë munguar as lloje peshku, që edhe në detra të tjerë mund ta hasen një herë në 100 vjet. Fenomeni ka nisur shumë kohë më përpara dhe bile para 10-12 vjetësh është kapur peshku mbret. Kishte një formë shumë të veçantë dhe quhej për ngjyrat e tipike të ngjyrës mbretërore, do i themi një rozat, një roze në gjithë perimetrin e peshkut. Ai ishte një nga rastet më të rralla që sipas specialistëve do duhej edhe 100 vjet që të hasesh një specie të tillë. Kemi pas një rast pastaj tjetër që një peshk shumë elmus, ai u kap nga disa peshkatarë amator ose pasionant, domethënë të grevit. Njoftuam me njëherë për rastin, mi bëm disa foto dhe ai në urgjencë tha vjeni në ngrirje sepse shumë elmus. Foka është e veçantë për gjirin dhe ajo është specie në mbrojtje. Ka rreth 5-6 vjet, kanë ardhur disa peshkaqen që nuk se janë të rrezikshëm, që rrinë në ujëra shumë të thella dhe çuditërisht janë kapur, gjiri maksimumi e ka 50-58 metra, thonë disa vende. Në fakt edhe fenomene detare që kanë të bëjnë me baticat dhe zbaticat apo parashikimin e motit kanë ndryshuar shumë krahasuar me kohë më parë. Normalisht në janar, shkurt, mars, ujërat janë në tërheqje, në zbatic. Ujërat e çuditshme, ujërat ishin batic dhe pak më vonë që asaj që unë i druesha, ndodhi dhe kohë e keqe që doli domethënë deti kaloi rrugën Orikum. Ndryshimi klimatik është, e kam thënë dhe herë më para që në ndryshimi klimatik nuk mund të është evident, nuk mund të fuzemi si kokën si struci dhe mos të pranojmë ndryshimin. Ndryshimi është i madh. Sipas administratorit të peshkimit, ngrohja globale shikohet si arsyeja kryesore e këtyre fenomeneve, të cilat me sa duket nuk do të ndalen me kaq, dhe njerëzit sipas tij duhet të jenë të përgatitur për çuditëra të tjera.